Pyetja është, a do kem ndonjë prolongim sepse janë disa kushte që kanë bëjë, sidomos që ka të bëjë me ndalimin e procesit të asaj që njihet centraleve bërthamore, të cilat në luftën e qershorit 12 ditore kanë qenë të goditura ato 4 pika. Por mendoj që bisedimet do jenë të vështira, mendoj që Sven Witkoff ka kanale, flitet që ka kanale të bisedimeve me palën iraniane, apo me ndërmjetësimin në një vendi të tretë që mund të jetë Turqia, Arabia Saudita apo Katari. Nga Turqia duket një gjuhë përbashkuese, duhet thënë, pra në qëndrimet e tyre që të jetë rruga diplomatike si zgjidhje kryesore. Pra, çfarë është ofruar edhe më herët, se e njëjti qëndrim ka qenë Turqia në zhvillimin e qershorit? Po, me thënë drejtën, Turqia ka një frikë tjetër e cila ka të bëjë kryesisht me valjen e refugjatëve. Po që se goditjet do të jenë, dhe mendoj që do jenë jashtëzakonisht të forta, atëherë pra mendoni se kjo ndërhyrje do të shkojë në goditjen amerikane, jo në bisedime? Ma shumë më thot drejtën fatkeqësisht, sepse asnjë luftë nuk duhet përkrahet, se vin jeta njerëzish, por mendoj që strategjia e fuqive të mëdha apo interesave të mëdha nuk koketon dhe nuk pyet shumë për gjëra tjera. Mendoj që ma tepër edhe për hë solucionit që mund të ketë goditje. Jo dy faktorë që mund të ndalin këtë goditje, përmes trezave, tavolinave, ose mjeteve diplomatike, që mund të jenë dy fuqi që janë Federata Ruse dhe Kina.